Sot do të luhen 8 ndeshje të vlefshme për kualifikuesit e Botrorit 2026 në Europë. Shqipëria ka interes konkret te 2 prej tyre. Fillimisht Hungaria mat forcën me Irlandën. Në këtë takim Shqipëria do i bënte punë fitoria e Irlandës. Mëtej është i programuar për në orën 18 takimi Ukrainë-Island. Kuqezinjt do të përfundojnë në vazon e tretë nëse Islanda e humbet këtë transfert, ndërkohë që sot Portugalia dhe Norvegjia pritet të sigurojnë zyrtarisht biletën e botrorit. Shqipëria do të mbyll sot fushatën kualifikuese për botrorin 2026 në grupin K për të përqendruar më pas te gjysmëfinalja e play-offit. Kuqezinjt vendosen përballë Anglisë prej orës 18 në stadiumin Air Albania. Panorama Sport moson se Silvinho ka vendosur të dërgojë në tribun dy futbollistë, pikërisht Julian Shehun dhe Mario Mitajn, të dy të konsideruar të paprekshëm gjatë kualifikuesve të botrorit. Shkak për këtë vendim është bërë numri i lejuar nga UEFA që lidhet me 23 lojtarë nga 25 që u grumbulluan fillimisht. Klis Mancake dhe Adrion Pajaziti që qëndruan në tribun ndaj Andorës do të kenë mundësinë e tyre sot. Ky vendim nuk është edhe aq surprizues pasi 5 futbollistë kombëtares rrezikojnë që në rast ndëshkimi ndaj Anglisë të humbasin gjysmëfinalen e play-offit. Mitaj dhe Shehu ishin pjesë e tyre, ndërsa tashmë të rrezikuar mbesin Rejmanaj, Arlinda Jeti dhe Nedim Bajrami. Sfida e sotme në Air Albania mes Shqipërisë dhe Anglisë do të jetë disi e pazakontë. Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur që të caktojë në dispozicion të tifozëve anglez rreth 2000 bileta si asnjëherë tjetër për tifozërinë mike. Tifozët e Anglisë do të vendosen kështu në sektorin V101, 102, 103, 201 dhe V202. Kapaciteti i këtyre sektorëve shkon në total rreth 2000. Për këtë pritet që tifozët anglezë të jenë një zë i fortë gjatë ndeshjes, pasi kujtojmë se FSHF-ja prej muajsh ka ndaluar shpërndarjen e biletave për grupimet si tifozat kuqezi. Për tifozët e Shqipërisë u aplikua e njëjta mënyrë shitje si me Serbinë, pra në formën e shorteut pas aplikimit të bërë fillimisht për bilet. Tifozët anglezë ndërkohë janë parë në Shqipëri që nga dita e premte pas ndeshjes që luajtën me Serbinë, i gjithë fokusi ka kaluar tashmë te dita e sotme.